E dishim që ishte ndeshje e vështirë, për vetë faktin se Tirana në fazën e dytë masionarit ka shpenzu shumë, ka mbledhur lojtar shumë. Edhe Gjesi kishte ardhur trajneri i ri, e dishim që do të ishte ndeshje e vështirë. Na rezultoi e tillë, më thënë drejtën, pavarësisht se ishim më superior, po duhet i bëj komplimente Tiranës se me të vërtetë e ka rrit goxha ekipin. Duhet komplimentoj djemt sepse për asnjë moment edhe pse ishin disavantazh 1-0 nuk u nalen, nuk u tremen, por vazhdojnë me kamgullje me lojën dhe qetësinë e tyre, arritën me shënu, filloi pjesa e dytë shënu më shpejt, gjë që na dha edhe qetësi taktike më tepër. Shënum gol vjen tret, mund shënoshëm edhe një gol tjetër, gjithsesi duhet jemi më të kujdesshëm tek tranzicioni negativ, se mund mësoshim në një gol që do ishte gjëna mund të rihapte si ndeshja prapë. Kështu që i komplimentoj djemt, kanë bërë ndeshje të mirë, por mas orës 12 natës fillon një ditë e re. Kërkon të merrem më shumë, por vetë edhe futbolli, s'na bëhet gjatë edhe ta pranoj. Ndeshja e nisë mirë, por goli pastaj që psua mund të ishte i evitueshëm. Dhe këtë ndeshje 1-1, pas pjesës parë dhe pjesës e dytë mendoj që kemi mësuar nga gabimet tona. Edhe të pësosh nga gabimet tuaja është e mërzitshme, sepse janë disa gjëra bazë, zonat rrezikshme, nuk mund mbahet topi sepse është rrezik tek porta jote. Kështu që na vjen dhe keq se mendoj që për gabimet tona i dham dhe mundësi kundërshtare në ndeshje. For the trophy today. Thank you. Jam i lumtur që shënova pasi kisha një kohë të gjatë pa shënuar. Ky gol më jep besim për vazhdimsinë dhe më motivon për të ardhmen. Jam i lumtur për golin dhe që fituam ndeshjen. E merituam fitoren, por në pjesën e parë kishim pak vështirësi. Në pjesën e dytë luajtëm më fort dhe rezultati shkoi në favorin ton. Po i marrim ndeshjet 1-1. Ndeshja e radhës është në kupë ndaj Bylisit dhe fokusi jonë është aty. Është një ndeshje mjaft e rëndësishme për ne dhe po ashtu duhet ta fitojmë atë ndeshje. Si po ndihem në Shkodër, tifozët janë shumë të mirë dhe po ashtu edhe qyteti është shumë i bukur. The first half was very difficult.